Nga një dyqan stolish në qytetin e Los Angelesit të shtetit Amerikan të Kalifornias, është vjedhur stoli me vlerë për të paktën prej $10 milion, pasi dyshuarit kanë hyrë në dyqan duke jashtëpuar murin. Zyrtarët e Departamentit të Policisë së Los Angelesit njoftuan se ka ndodhur një vjedhje në një dyqan stolish. Në pamjet e kamerave të sigurisë mund të shihet se si të dyshuarit duke thyer murin e betonit dyqanit, po hynë në dyqanin e stolive. Sipas raporteve fillestare, të dyshuarit vodhën nga dyqani stoli si orë dhe gjerdanare me vlerë mbi $10 milion dhe u ratisën përmes një vrime që hapën. Pronarët e dyqanit thanë që nuk kishin garanci për vjedhje për objektet në fjalë. Pronarët e dyqanit, të cilët nuk e vunë re vjedhjen ditën e parë për shkak se nuk ra alarmi, deklaruan se dëmi ishte afro $20 milion. Policia nisi hetime nga gjurmët e kishtave dhe mbetet ADN-s në vendin e incidentit dhe po gjërmon për të gjetur autorët e krimit.